Në arbërinë e shekullit 15, armiku nuk vinte vetëm nga lindje. Ai rritej edhe nga brenda, ushqehej me krenari fisnore, me tokë, me gjak dhe me frikën se kush do të sëndonte pas lirisë. Përplasja mes Gjergj Kastriot Skënderbeut dhe fisit të Dukagjinëve, sidomos me Lek Dukagjinin, nuk ishte një keq kuptim i thjeshtë. Ishte përplasje midis dy botësh shqiptare, dy mënyrash sundimi, dy ideve për arbërim. Dukagjinët ishin aty para Kastriotëve. Toka e tyre shtrihej nga Zadrima, Lezhë e Thellë, malësitë e Veriut e deri në Kosovë. Ata nuk ishin vasal, nuk ishin komandant të emëruar, ishin zotër absolut në trojet e tyre, me ushtri, ligj dhe besë. Kur Skënderbeu u kthye nga Stambolli, vitin 1443, dhe ngriti kryengritjen, Dukagjinët nuk e panë si shpëtimtar, por si një forcë të re që prishte ekuilibrin e vjetër. Në beslidhjen e Lezhës, në vitin 1444, Dukagjinët ulën në tryezë, por nuk u përkullën. Ata nuk e dhanë shpirtin e tyre në atë betim. Skënderbeu kërkonte komandant të përbashkët, disiplinë ushtarake, vendime të shpejta. Lek Dukagjini kërkonte parazi absolute dhe liri veprimi, që aty bashkimi ishte i brisht. Vitet kalonin dhe Skënderbeu fitonte betejë të mëdha kundër Osmanëve. Dorvioli, Mokra, rrethimet e Krujës. Emri i tij po kthehej në mit, por për princerit e tjerë, sidomos për Dukagjinët, ky mit po bëhej kërcënim. Sepse pas çdo fitore, Skënderbeu forconte pushtetin e Kastriotëve, zgjeronte dikimin dhe kërkonte bindje. Konflikti shpërtheu rreth tokave. Kufijt me zotërimeve të Kastriotëve dhe Dukagjinëve nuk ishin të qartë. Kullat digjeshin, njerëzit vriteshin. Pritat bëheshin natën. Nuk ishte luftë frontale, por luftë e egër, fisnore, siç dinte ta bënte arbëria. Skënderbeu e kuptoi se po humbiste kontrollin e Veriut. Lek Dukagjini e kuptoi se po shtyhej drejt në nështrim. Në këtë kaos, Osmanët hynë si gjarpa. Ata i njohën për çarjet dhe i shfrytzuan. Dukagjinët, për të mos u shkatruar mes dy forcave, pranuar në herë pas here marrëveshje taktike me Osmanët. Jo sepse i donin, por sepse Skënderbeu u bëhej aq i rrezikshëm për autonominë e tyre, sa sultani për lirinë. Kjo e ndezi urrejtje. Skënderbeu e pasi tradhti. Në kronikat e kohës përmenden përleshje të drejtë për drejta mes forcave të Di dhe atyre të Dukagjinëve. Arbëria po derte gjak shqiptar kundër shqiptarit, ndërsa ushtria osmane po afrohej. Historia nuk është bardhëzi. Kur sultanët erdhën në ushtri të mëdha, Lek Dukagjini dhe Skënderbeu luftuan krah për krah. Në fushë betejë nuk kishte Kastriot e Dukagjin, kishte vetëm shqiptar. Ky është paradoksi tragjik kësaj marrëdhënie, armiq në paqe, aleat në rrezik. Skënderbeu u përpoq disa herë të pajtoj fisnik. Ai e dinte se pa Dukagjinët, Veriu ishte i pambrojtur. Por Lek Dukagjini nuk e pranoi kur rolin e vartësit. Ai donte një konfederat, jo një udhëheqës suprem. Kjo diferencë nuk u ka vërsyë kur. Kur Skënderbeu vdiq në 1468,
gjithçka u shëm. Arbëria mbeti pa shtyllë. Lek Dukagjini vazhdoi luftën, por pa unitet, pa aleanca të forta, pa mbështetje evropiane. Ai u kthye në simbol të rezistencës somale. Historia i ndau rolin. Skënderbeu u bë simboli i bashkimit dhe luftës kombëtare. Lek Dukagjini u bë simbol i ligjit, nderit dhe qëndresës fisnore.